Tash një kohë, përdoruesit e aplikacionit Kuleta Digjitale, lansuar nga Komuna e Prishtinës për shërbime të trafikut urban, po përballen me probleme teknike gjatë përdorimit të tij. Që në hapin e parë, atë të kyçjes, aplikacioni nuk funksionon pavarësisht se përdoruesit janë të regjistruar në sistem. Nga Komuna e Prishtinës thonë se këto probleme janë të natyrës teknike dhe lidhen me kompaninë krijuese të aplikacionit. Megjithatë, nga Komuna thonë se ankesat trajtohen brenda fateve të përcaktuara. Të gjitha rastet ku paraqitet ndonjë problem i mundshëm trajtohen sipas protokolleve përkatëse. Deri më sot, Kuleta Digjitale ka treguar performancë shumë të mirë dhe qytetarët janë përgjithsisht të kënaqur me përdorimin e saj, duke pasur parasysh se her pas here mund të paraqiten çështje teknike që zgjidhen brenda afateve të përcaktuara. Problemet e shpeshta teknike nga kompania që e menaxhon aplikacionin i arsyetojnë me llojin e aparatit telefonik. Sipas njohësit të kibernetikës Drilon Jaha, kompania duhet të jetë më përgjegjëse për shkak se shumë qytetarë tashmë janë përdorues të këtij aplikacioni. Unë e bëna testimin e aplikacionit edhe e vrejta që ka probleme fundamentale. Andaj vetëm i bëjmë thirrje kësaj kompanisë që sa më shpejt të rregullojë, pasi që përmes saj tash njerëzit shpresojnë me mund me bileta për trafikun urban për me bëu pagesa online. Andaj vetëm duhet me u paralajmëruar ekipi zhvillues që janë probleme normalisht zakonshme për një aplikacion mobil, po të reparojnë sa më shpejt. Që nga tetori 2025, platforma moderne Kuleta Digjitale e Prishtinës është funksionalizuar. Me lansimin e saj u pat bë e ditur se komuna kishte vendosur t'i lirojë nga pagesa disa kategori, përfshirë stafin shëndetësor, arsimor, administratën komunale dhe nxënësit.